Regjistrimet e makinave të reja në Bashkimin Evropian janë rritur me 5.7% që nga fillimi i vitit, me një performancë të fortë në qershor që kontriboi në një gjysmë të parë pozitive të vitit 2026. Kjo ndodhi në një sfond të erave të vazhdueshme gjeopolitike që ndikojnë negativisht në perspektivë. Tregu vazhdoi të përfitonte nga kërkesa e fortë e konsumatorëve për një gamë të gjerë teknologjisë elektrike, e nxitur kryesisht nga masa të mbështetjes së tregut. Automjetet hibride elektrike ishin zgjedhja më e popularizuar e sistemit të fuqisë midis blerësve, ndërsa makinat elektrike me bateri arritën në 20.7%. Përveç kësaj, hibridet plug-in kapën 9.8% të tregut të Bashkimit Evropian, raportoi Shoqata Evropiane e prodhuesve të automobileve. Deri në qershor 2026, makinat elektrike me bateri zinin 20.7% të tregut, nga 15.6% një vit më parë. Regjistrimet e makinave hibride elektrike kapën 37.3% të tregut, duke mbetur zgjedhja e preferuar midis konsumatorëve. Në të njëjtën kohë, pjesa e kombinuar e tregut të makinave me benzinë dhe naftë ra në 29.7% krahasuar me 37.8% vit më parë. Në gjysmën e parë të vitit 2026 u regjistruan 1.220.890 makina të reja elektrike me bateri, duke përbërë 20.7% të tregut të Bashkimit Evropian. 3 nga 4 tregjet më të mëdha, të cilat së bashku përbërin 63% të gjitha regjistrimeve të makinave elektrike me bateri, regjistruan një rritje të fortë, si Franca, Gjermania dhe Danimarka. Të dhënat për gjysmën e parë të vitit treguan gjithashtu se regjistrimet e reja të makinave hibride elektrike u rritën me 2.198.148 njësi, të mbështetura nga rritja në Itali me 23% dhe Spanjë me 20.8%. Në përgjithësi, modelet hibride elektrike përbonin 37.3% të tregut total të Bashkimit Evropian. Deri në fund të qershorit, regjistrimet e makinave me benzinë ranë me 17.2%, me një rënje në të gjitha tregjet kryesore. Franca regjistroi rënien më të madhe me vëllime shitjesh në 34.2%, ndërsa tregjet e reja kryesore shënuan gjithashtu rënje dyshifrore, si Spanja me 18.5%, Gjermania me 18.2% dhe Italia me 17.1%.